Partia Demokratike nuk heq dorë nga hetimi i zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Një kërkesë e firmosur nga 38 deputetë të PD-s kërkon ngritjen e një komisioni hetimor të përbërë nga 11 anëtar, ku demokratët do të kenë pakicën 5 anëtar, ndërsa socialistët do të përfaqësohen me 6 anëtar. Sipas propozimit të PD-s, kryetari i komisionit do të jetë përfaqësuesi i opozitës, ndërsa zëvendëskryetari nga mazhoranca. Në kërkesë evidentohet se, siç ishte parashikuar nga 4 rezolutat ndërkombëtare të miratuar nga Partia Popullore Europiane, Internacionalja e Demokratëve të Qendrës dhe Bashkimi Demokrat Ndërkombëtar, procesi zgjedhor u provua të ishte një farsë elektorale në vend të një shprehje të lirë dhe demokratike të vullnetit të qytetarëve. Problematikat dhe shkeljet që shoqëruan zgjedhjet parlamentare u pasqyruan gjerësisht edhe në raportin paraprak të OSBE-Odirit, të publikuar një ditë pas së zgjedhjeve më datë 12 maj. Sipas grupit parlamentar demokrat, në këto dokumente ndërkombëtare del qartë se zgjedhjet parlamentare u komprometuan rënd për shkak të shkeljeve të rënda dhe problematikave serioze, veçanërisht në drejtim të shitblerjes votave, intimidimit të zgjedhësve, shtetit elektoral, sistemit kriminal të patronazhimit, manipulimit të votës së diasporës dhe finalizimit farsës elektorale në ditën e votimit. Në kërkesë evidentohet gjithashtu se me qëllim marrjen e mandatit të 4 të qeverisës edhe pamundësimin e rotacionit me çdo kusht, qeveria u angazhua në një abuzim sistematik të pushtetit dhe burimeve shtetërore për të manipuluar procesin zgjedhor konkretisht në këto drejtime. Keqpërdorimi e vendeve publike, kapja e institucioneve shtetërore, reaktivizimi i sistemit patronazhimit, blerja e drejtpërdrejtë e votave, manipulimi zgjedhor përmes subvencioneve për fermerët, anullimi masiv i gjobave, miratimi i 138 licencave për kultivimin e kanabisit në të gjithë vendin, prokurimet paligjshme, abuzimi me lejet e legalizimit dhe të ndërtimit, punësimet paligjshme, përfshirja e grupeve kriminale në fushat, kontrolli i medias, arrijeti i patronazhistëve në ditën e zgjedhjeve, zyrat zgjedhore të paligjshme të Partisë Socialiste, blerja e votave dhe manipulimi zgjedhor, konfiskimi i kartave të identitetit, blerja e të drejtës së votës, keqpërdorimi i dhënave personale, përdorimi i gjerë i bejxhit, falsifikuar të stafit dhe vëzhguesve, shkelja e fshehtësisë së votës, manipulimi i fshehtë i fletëve të votimit, zhdukja e 350 kutive të votimit dhe shfaqja e fletë votimeve të dyshimta, manipulimi i votës së diasporës dhe parregullësitë e ditës së zgjedhjeve, mos funksionimi i sistemeve të identifikimit biometrik dhe bashkëpunimi institucional dhe rrëzimi i ankesave. Komisioni propozohet të ketë për objekt të veprimtarisë së tij verifikimin e ligjshmërisë së veprimtarisë së organeve të pushtetit qendror dhe vendor, si dhe përdorimin e burimeve të administratës shtetërore për qëllime elektorale në zgjedhjet e 11 majit, vlerësimin e nevojës për marrjen e masave përfshirë ndërhyrjet ligjore nëpërmjet miratimit, korrigjimit apo plotësimit të legjislacionit relevant për garantimin e parimeve të ligjshmërisë, integritetit, barazisë, lirisë dhe ndershmërisë në proceset zgjedhore të ardhshme. Komisioni propozohet përbëhet nga 11 anëtar, nga të cilët kryetari dhe 4 anëtar i përkasin grupit parlamentar demokrat dhe 6 anëtar grupit parlamentar socialist. Në kërkesën e PD-s thuhet se sipas kushtetutës, kur komisioni hetimor kërkohet ngrihet nga të paktën 35 deputet, kuvendi është i detyruar të miratojë ngritjen e tij.